Selam aleikum, nëse ka mundësi diçka rreth niqahut fetarisht, a është obligim me hoxh? Aleikum selam rahmetullah. Niqahi sipas fes apo niqahi fetarisht që ke përmend ti, është obligim sipas mësimeve të Islamit e jo me hoxh, po është obligim me rregullat e fesë. E në rregullat e fesë nuk përmendet askund që duhet patjetër me qenë hoxha i praneshëm në atë niqah. E rëndësishme dy prindrit e djalit dhe dy prindrit e vajzës me qenë të pajtimit, me pas dëshmitar, kur bëhet për hajër, me qenë pajtimit djali dhe vajza, me caktu meherin, pajen ose dhuratën e nusërisë, edhe mu përapa i lajmë me marrë vesh komshia, rrethja, krabat edhe me shkun jashtë me bo për herë me ditë që filani është feju me filanën. Qëto janë rregullat e, s'ka rregullat tjera. Nuk është patjetër hoxha më konë aty. Absolut. Absolut. Po nëse thirët hoxha, alhamdulillah, kusht nuk është. Mundet më thirë hoxha si dëshmitar, mundet më thirë nëse ata mendojnë që nuk i din rregullat fetare, mundet me shku në institucion fetar, Bashki Islame, edhe me marrë çfarë lloj certifikate. Po thamë nëse dojnë atë nuk është patjetër. E ke parasysh, këto nëse, pra, fetarisht, sipas rregullave të Islamit nuk është kusht me qenë i praneshëm në momentin e fejesës e nikahut me qenë edhe hoxha. Ajo duaja që në disa vende bëjnë bashkë me hoxha, ajo s'është niqah. Ajo nuk është niqah. Niqahi është krejt diçka tjetër. Se këtu e përzin njerëzit, thonë kur jam martu, kur kum ju dhëndër se kum thirr hoxhën, mas kam ndaj mëkat. Jo, nuk ke kur gjë. Allahu të rujtë.